Përshëndetje, Emir Mrama Zhelin. Jam shumë i nderuar që sonte jemi bashkë këtu dhe sebebi është Blerim Sejdiu, të nderuar drejtues Vlenit, Bilal Arben, Bekim Orhan, Adnan, ministra e deputet, shefa shtabesh e funksionar. Derisa po venim rrugës këtu, po flisnim me deputetin Bekim Qoku se cili do ishte emri më i saktë i Zhelinës Re. Për shkak se ky bulevardi këtu ka që Preslënës na imponon të gjejmë një emër tri. Bekimi thoshte i bie ti themi Zhelina Burg, unë thash më saktë do të jetë Blerim Burg. Kështu që duhet të mendojmë edhe për emrin e ri, për shkak se kjo komunë tashmë nuk është e vjetra, andaj e meriton edhe një emër tri. Ajo që duhet ta them sonte është që në vitin 2017, kur ka qenë mjaft e vështirë të luftohet zullumi, siç po i themi ne, ka qenë vetëm Blerimi në vitin 2017 i cili e fitoi komunën e Zhelinës me gjithat makineritë pushtetit. Dhe Blerimi edhe pse atëherë fitoi, nuk ishte i lumtur shumë për shkak se ishte fituesi i vetëm në kampin tonë që e bëri atëherë fitoren, por si thuash Blerimi ishte lulja e parë e asaj fitores. Andaj në kohën që Blerimi e bëri fitoren duke qenë nga pozita e opozitës, nuk i falet sot Zhelinës, ku është edhe Adheu i Adnan Azizit e i Bilal Kasamit, të mos e përsërisim fitore në mënyrë plebiscitare. Ajo që po e theksoj vetëm edhe dy sende se pak po zgjatemi, më duket është që arsyeja që duhet mbështetet Blerimi edhe gjithë kandidatët e tjerë të Vlenit është se kjo qeverisje e Vlenit dhe Blerimi si shembull më eklatant i kësaj qeverisje janë shembulli më i mirë se si duhet punohet në komuna. Ne kemi Blerimin që 2 mandate në udhëheqësitë komunës së Zhelinës dhe përveç këtyre sukseseve që tash janë evidente që çdo kush i sheh me sy, ajo që është vlera më e rëndësishme edhe kapitali më i madh është që Blerimi nuk ka asnjë aferë të korrupsionit. Dhe kjo është virtyti më i lartë të cilin e kemi sjellë në skenë ne, e për cilin sot jemi gati të mburremi e të ftojmë që ta përkrahni edhe kësaj radhe Blerimin. Për fund, një çështje me këta oponentët tanë, cilët për shkak se nuk kanë bërë asnjë projekt lokal dhe nuk kanë asnjë ofertë për pushtetin lokal, gjithnjë mundohen të shpikin e të shpifin tashmë për shkak se nuk u beson askush atyre, kanë angazhuar edhe ca gazetar të vegjël, cilët mundohen që të shpifin duke thënë se ne që kemi edhe kundër UÇK-s, edhe kundër marrëveshjes së orit e gjepura të këtilla, më duhet t'ua kujtoj atyre se ne nuk kemi ardhur asnjëherë në pushtet duke shfrytzuar gjakun e dëshmorëve të UÇK-s. Asnjëherë s'kemi dalë në skenë të vërtasim UÇK dhe të themi njerëzve të votoni se unë duhet ta blej Soravin. Ne nuk i kemi vrarë asnjë ushtar të UÇK-s, në kohën tonë nuk është vrarë Hoxha i Merovës, por është vrarë në kohën e qeverisjes së tyre, andaj të fundit cilët në këtë planet është e mundur të akuzojnë dikë se a ka respekt a nuk ka respekt për UÇK-n, janë ata. Ne kemi respektin e plot për UÇK-n si vlera më e lartë e kombit dhe si suksesi më i lartë i kombit ton, por u qoftë për turp atyre që këtë përdorën gjakun e ushtarëve të UÇK-s që ta pasurojnë veten edhe të familjet e tyre. E në qoftë se dikush prej atyre është i gatshëm të ballafaqohet në debat në çfarë vendi do, në cilin televizion do, se si ata abuzuan me gjakun e dëshmorëve dhe thuaj se i bën zero tjerësën e gjakun e tyre, dhe në marrëveshjen e Ohrit në preambullën e saj thuaj se nuk ndryshuan asgjë në kuptimin e statusit të shqiptarëve, jam i gatshëm të ballafaqohem me secilin prej tyre. Vetëm nuk është mirë të shpifin e të shpikin, por të fati i mirë është se në këtë rast nuk është atë vetëm se s'kthehen
qeveri, por ata nuk do të mbeten as në histori. Të faleminderit Blerim e suksese.